Sali Berisha, kur sillet kështu në mënyrë si qinq, para një force të caktuar, ndërkohë kërcënon. Dhe Sali Berisha ka një pushtet të padiskutueshëm, të ndërfutur në të gjitha elementet e drejtësisë. Vazhdon toni. Patjetër. Sali Berisha ka një pushtet financiar dhe ka një pushtet rrugaqëror, saqë askush nuk mund ta mendojë, domethënë është shumë e vështirë, vetëm kur t'i dalim gjës në fund. Atëherë kur t'i dalim gjë në fund, mund të mendojmë ky pas ka qenë Sali Berisha. Sepse ai ka ne jemi të sigurt se Sali Berisha nuk do t'i shkojë, nuk do t'i mjaftojë as jeta, por ndërkohë edhe drejtësia nuk ka aq kapacitet sa vërtet ta zhbirilojë të tërën. Sepse Sali Berisha do mbeten shumë krimet të tij dhe shumë paratë të tij të pa zbuluara dhe të pa elaboruara. Ato do jenë, këto para janë makthi Sali Berishës. Do me thënë, besnikët dhe parat. Tani s'ka më makthe të tjera, po para ka jashtëzakonisht shumë, ka një aq shumë para sa që tërë drejtësinë e ka të blerë, sepse nuk dua të fyej, nuk dua të ndërhyj të këta, po pjesa më e madhe që i rrinë sus Sali Berishës, patjetër që janë të paguar prej tij dhe prej vajzës së tij prej shumë kohë. Dhe fakti